Njihuni me ishullin e grave beqare provokuese që presin me dëshpërim burra. Nauru, ishulli i një migrave beqare. Imagjinoni një kombi shullor aq të vogël sa mund ta përshkoni të gjithë perimetrin e tij në vetëm rreth një orë. Mirë se vini në Nauru, një perle fshehur e vendosur në zemër të oqeanit paqësor. Ky kombi vogël i shullor ban titullin e vendit të tretë më të vogël në botë, si për sa i përket sipërfaqes toksore, ashtu edhe popullsisë. I vendosur në rajonin e oqeanisë të njohur si Mikronezi, Nauru është thjesht një pikë në hapësirën e gjerë të paqësorit, me sa duket e humbur në thellësitë e tij të kaltra, por plot jetë dhe histori. E shihni, Nauru nuk është thjesht një ishull i zakonshëm, është një vend ku historia dhe kultura ndërthuren, ku jeonat e së kaluarës bashkohen me përshpëritjet e së tashmes. Një udhëtim në përhistori. Nauruja shpalli pavarësinë e saj nga Australia në vitin 1968, duke dalë nga ija për të pohuar identitetin e saj në skenën globale. Që atëherë, ky kombi vogël i shullor nisi një udhëtim unik, duke gdhendur vendin e vet në analet e historisë botërore. Tani mund pyesni veten, çfarë është kaq e veçantë për Naurun? E po, nuk është vetëm madhësia ose vendodhja e largët që e bën atë të dallohet. Ky ishull i vogël dikur ndodhej sipër një minjere ari, ose më saktë, një minjere fosfati. Po, e dëgjuat mirë. Depozitat e pasura të fosfatit të Naurus dikur e bën atë një nga vendet më të pasura për frym në botë. Por Nauruja nuk ka të bëjë vetëm me historinë ose pasurinë e saj. Ka të bëjë me njerëzit, komunitetin dhe mënyrën e jetës. Dhe këtu bëhet vërtet interesante. Çekulibri gjinor nuk është madhësia apo pasuria e saj, është çekulibri magjepsës gjinor që paraqet. E shihni, Nauruja është shtëpia e një veçorie të veçantë demografike, është një ishull me 1000 gra beqare, duke pritur, shpresuar dhe ndëruar. Në Nauru, gratë janë më të shumta se burrat, pothuajse 2-1, një raport ronditës që ka çuar në një dinamikë shoqërore mjaft të pazakontë. Se ka kaq shumë gra beqare, mund të pyesni veten, si ndodhi kjo? E po, është një përzierje komplekse faktorësh, duke përfshirë migrimin dhe një jetëgjatësi më të lartë për gratë. Shumë burra nauruan kanë kërkuar mundësi jashtë vendit, duke lënë pas një indeks të konsiderueshëm gjinor. Për më tepër, është një trend global që gratë kanë tendencë të jetojnë më gjatë se burrat, dhe Naurua nuk bën përjashtim. Pra, çfarë do të thotë kjo për shoqërinë nauruane? Kjo ka çuar në një komunitet ku gratë luajnë një rol më dominues. Ato janë shtylla kurrizore e shoqërisë, duke marrë pozicione udhëheqëse, duke ruajtur trashëgiminë kulturore të ishullit dhe duke udhëhequr të ardhmen e tij. Megjithatë, ky çekulibër gjinor ka krijuar gjithashtu një fenomen shoqëror interesant. Me kaq shumë gra dhe kaq pak burra, ka një tepritje grash beqare në ishull. Këto gra, të forta, të pavarura dhe elastike, po presin partner të përshtatshëm. Por numrat thjesht nuk përputhen. Imagjinoni një shoqëri ku çdo mbledhje shoqërore, çdo ngjarje komunitare, çdo hapësirë publike është e mbushur me më shumë gra se sa burra. Gratë drejtojnë familjet, drejtojnë bizneset dhe formësojnë të ardhmen e kombit. Ky është Nauruja për ju. Sfida dhe forca. Sigurisht nuk është gjithçka roz. Ky çekulibër gjinor ka sfidat e veta. Për shembull, mund të jetë vështirë për to gratë të gjejnë një partner që përputhet me forcën dhe pavarësinë e tyre. Ngesa e burrave do të thotë se ka shumë konkurrencë. Megjithatë, gratë e Naurus janë përshtatur me këtë situatë unike me hir dhe këmbgulje. Ato kanë krijuar një shoqëri që i respekton dhe i vlerëson ato. Një shoqëri ku ato nuk përcaktohen nga statusi i tyre në marrëdhënie, por nga kontributet e tyre në komunitet. Dhe për burrat beqar atje, kjo mund të zgjojë interesin tuaj. Nauruja, me peizazhet e saj maknitse, kulturën e pasur dhe një mori grash beqare të forta, mund të jetë aventura juaj e radhës. Kultura e Naurus. Para se të mblidhni valixhet, le të eksplorojmë kulturën e gjallë të një kombi shullor. Kultura e Naurus është një përzierje interesante e traditave dhe ndikimeve të ishujve të paqësorit nga gjithë bota. Një përzierje që ka qenë duke u zierë dhe duke evoluar për shekuj me radhë. Pavarësisht numrit tyre të vogël, populli nauruan ka një kulturë elastike dhe dinamike, të pasuruar nga historia dhe gjeografia e tyre unike. Ushqimi luan një rol qendror.
Kuzhina tradicionale nauruane është një festë për shqisat, duke përfshirë pjata si peshk kokosi dhe perime rënjë të pjekura në zgar. Por mos u habitni nëse gjeni edhe shije ndërkombëtare, një pasqyrim i ndikimeve globale të ishullit. Muzika dhe vallëzimi nuk janë vetëm forma argëtimi në Nauru, ato janë një mënyrë jetese. Këngët tradicionale tregojnë historitë së kaluarës së ishullit, ndërsa vallet si Fatel festojnë komunitetin dhe unitetin. Respekti dhe komuniteti janë në gur themeli të kulturës nauruane. Njerëzit janë të njohur për mirëpritjen dhe ngrohtësinë e tyre. Për ta, nuk ka të bëjë vetëm me të qenit miqësor, ka të bëjë me të qenit familje. Edhe gjua është thelbësore. Gjua zyrtare e vendit, gjua nauruane, pasqyron identitetin dhe trashëgiminë e ishullit, megjithëse anglisht ja flitet gjerësisht, duke bërë komunikimin të lehtë për vizitorët. Kultura e Naurus nuk ka të bëjë vetëm me të kaluarën, ka të bëjë me të tashmen dhe të ardhmen. Është një entitet i gjallë që evoluon duke qëndruar i rinjosur në traditë. Jeta në ishull. Të jetosh në Nauru është si të kthehesh pas në kohë, ku ritmi i jetës është i ngadaltë dhe njerëzit janë miqësor. Ritmi i jetës ndjek diellin dhe baticat. Imagjinoni të zgjoheni me një lindje të artë të diellit, duke larë plazhet e pastra në dritë të ngrohtë. Ditët kalohen në pemë të gjelbra të arlisura ose duke u ngrohur në diellin tropikal. Ishulli është një parajsë e biodiversitetit. Jeta e gjallë detare shkëlqen në ujërat kristalore, ndërsa zogjtë egzotik mbushin ajrin me këngë. Ndërsa minjerat e fosfatin mbeten një shtyllë ekonomike, turizmi dhe bankat jashtë vendit luajnë gjithashtu role të rëndësishme. Mundësitë e punësimit, megjithëse të kufizuara, ekzistojnë në sektorë si arsimi, kujdesi shëndetësor dhe administrata publike. Për ata me shpirt sipërmarrës, sektori i turizmit në rritje ofron potencial premtues. Pavarësisht madhësisë së tij, komuniteti ka shumë rëndësi në Nauru. Vendasit janë krenarë për trashëgiminë e tyre dhe duan ta ndajnë atë me vizitorët, përmes muzikës, vallëzimit dhe festave që kënaqin çdo shqis. Nuk ka bllokime trafiku, as rrugë të zhurmshme me qyteti, vetëm paqe, thjeshtësi dhe ritmin e butë të jetës së ishullit. Një mundësi unike. Pra, a duhet ta merrni në vlerësim të zhvendoseni në Nauru në kërkim të dashurisë? Është një pyetje që na vjen ndërmend ndërsa i afrohemi fundit të eksplorimit tonë. Nauru është një perlë unike në paqësor, një vend me intriga dhe çekullibër të habitshëm gjinor. Keni dëgjuar për mira gra beqare që për shkak të rrethanave ose zgjedhjes e gjen veten duke pritur shoqëri. Tingëllon si diçka nga një prall. Megjithatë është po aq reale sa rëra në këmbët tuaja në gjirin anibare. Njerëzit në Naurus janë miqësor, mikpritës dhe krenar për kulturën e tyre. Jeta këtu është e qetë, e paprekur nga kaosi i botës moderne. Sigurisht nuk është perfekte. Mundësitë e punës janë të kufizuara, kosta e jetesës mund të jetë e lartë dhe kujdesi shëndetësor dhe lehtësitë mund të mos përputhen me atë me të cilën jeni mësuar. Por anët pozitive janë të pamohueshme, thjeshtësia e jetës, forca e komunitetit, mundësia për të zhytur në një kulturë të pasur dhe ndoshta mundësia për të gjetur dashuri në një vend papritur. Përfundimi, Nauruja nuk është për të gjithë, por mund të jetë për ju. Nëse jeni duke kërkuar diçka të ndryshme, për aventurë, për lidhje, ose thjesht një ritëm më ngadaltë jetese, ky kombi vogël ishullor mund të ketë përgjigjet. Pavarësisht nëse Nauruja bëhet destinacioni juaj apo jo, një gjë është e sigurt. Është një kombi ishullor si asnjë tjetër. Pra, përgatitni çantat tuaja, ose thjesht ruajini këtë njohuri për një ditë me shi. Sidoqoftë, shpresojmë që keni shijuar këtë udhëtim nëpër ishullin e 1000 grave beqare. Për të mësuar më shumë rreth historisë unike të Naurus, shikoni dokumentarin e plot dhe ndajini atë për të rritur ndërgjegjësimin. Shpletoni videot përkatëse mbi dinamikën kulturore dhe raportet gjinore në shoqëri të ndryshme për të fituar një perspektivë më të gjerë mbi këtë çështje globale.